është një histori aq e jashtëzakonshme. Në arkivat australian figuron embri i personit të parë, një burr, Naum Konja, Shega Korqa, ishte i regjistruar ka hyrë në Australi në vitin 1885. Kur kemi bërë disa manifestime, manifestojnjëm 75 vjetorin të ardhjes të shqiptarëve në atë kohë, para 25 vjeç, edhe aty ftuam senator, kongresmen e kështu, edhe aty e prezentuam, muarëm nga departamenti i arkivor, i qeverisë, edhe na dhanë si një certifikat, ky është personi. Edhe një nga këta ministrat, kur e pa që ne nuk na kishte ndërmend, tha, Qezar, tha, shumë interesant, tha, kur u pavarësua Shqipëria, dhe a u edin te, unë i thash për 1912, tha, por ky njeriu si u deklarua shqiptar, a nuk mund të ketë udhëtuar. Unë thash, shiko, thash, nuk e di, thash, ju mund ta zithni këtë, ti e di, ata ben hulumtim në arkivat australiane dhe dolli që ky burri ishte në oficer në Stamboll, u martua me një grua, babai i saj ishte si konsuli i Britanisë, dhe një pozitë jashtëzakonisht lartë, që këta u martuan edhe këta emigruan në Australi, që kjo gruaja, konsuli kishin familje që kishin emigruar nga Britania, se di për çfarë arsye emigruan. Edhe në shënimet të arkivës shkruajte që ky burri, ky Naum Konja, kur zbriti aty në port, ky udhtonte me letra otomane. Nuk ishte letra shqiptare, por ky insistoi që jo mos më deklaroni që jam të di otoman, kështu, jo të më deklaroni që jam me nënshtetësi shqiptar. Edhe për shkak të biografisë të familjes të gruas, kishin ndikim, vjeri ti kështu, edhe u regjistrua në arkiv që 1885 që kjo është shqiptar i parë, një fakt. Gjyshrit edhe stërgjyshrit, ata kaluan në Presp, para 100 e disa viteve, kur që babai, nënën manastiru lind, babai aty në Presp, për rreth liçenit, edhe ata u aratis, për në kohën e Jugoslavisë, edhe ajo, jo si në regjimin këtu, por prap nuk ishe e lejuar, po të kapnin, tjedi, kishte kështu, që ajo në përmaleve, aty në Presp, ajo shkufiri, në përmaleve zbritën në Greqi, në Florin, i quan Selanik, e gjithë këta që u ben refugjat në Greqi, i quajnë në një kamp në Greqi, quajt Lavrio. Ajo ishte kamp i madh, me mira. Edhe ata që aratisën nga Shqipëria, Jugoslavia, kudo, ata shkojnë, qëndrojnë aty, kryqi kuqe mbi këqyrte atë, dhe atëren, kjo ishte në vitin 58, denti 2 vjet aty në kamp, se gjithë shqiptarët, ata deshin të shkojnë në Amerikë. Kush deshte të vinte Australia ishte fundi botës, ti e di, por në atë kohë ishte një çështje politike në Amerikë, ishte një senator shumë i fuqishëm, që ishte McCarthy, edhe ai ishte antikomunist, ti e di, përbetuar, edhe ai solli ligjin që Amerika mos pranonte asnjë refugjat që vinte nga ndonjë shtet komunist, edhe Jugoslavia në atë kohë që ishte komunist. Pra, kur vinin këta kompanit të anijeve, të gjithë këta thoshin Amerikë, por vazhdoi një periudhë 3-4 vjet për shkak të këtij senatorit të ligjit, nëse ishe nga Italia, nga Greqia, mund të shkonje, por nga ndonjë shtet, Shqipëria, Jugoslavia, ato shtetet për rreth Bullgaria, kudo, nuk të lejonjë, nuk të jepnin kështu, edhe këta i thoshin, jo, mund të vesh në Australi, por këta po i refuzonjin ato ofertat.
një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, edhe atëherën ata që të kryqit të kuq, kështu i thoshin si babait tim edhe të tjerëve, edhe ata të aratisur nga Shqipëria, i thoshin, shikoj, ju mundet që do mbeteni këtu, në kampët të Greqisë, nuk dihet kur ndryshon ai ligji në Amerikë. Edhe psaj e morën atë vendimin që emigruan për në Australi. Jemi nga Kolonja, nga fshata nga Luarasi, Qavzeza, nga në gjyshes nga Roshani. Në atë kohë, për si që ma kanë treguar gjyshrit, në atë kohën e Ali Pashtepelenës, au i dhuronte ata ushtarët, ose oficerët, kështu, edhe Prespa, kjo zona e Prespës tani, zona e Prespës nga ana e Macedonisë veriore tani, ajo ishte zbrazet, edhe Ali Pasha psa i dhuronte disa këta që i qenin bejlere, kështu, edhe ashtu erdhen këta gjyshrit tim, po. Kështu, u vendosën aty, ajo ishte vendi pjellor, aty pranë liçenit, edhe aty, pse natyrisht ndroj kufiri unë gjyshi, kur e kam takuar për herë të parë në Presp, edhe ma tregon të kishte një certifikat, ajo lindi 1912. Edhe ma tregon të që ishte lëshuar nga administrata aty, por ajo e shënon të që ishte i lindur në Shqipëri, që ishte shumë interesant, por psaj mbas 13-ës i bën ato kufit, mbetën jashtë territorit të Shqipërisë. Babai më thoshte aty në këto kampet të Lavrios, të Greqisë, aty u shoqërua me shumë nga njerëzit që ishin të ikur, të përndjekur nga Shqipëria, edhe krijoi miqësi të fortë, edhe erdhen bashkë aty, kishte në specifik disa që ishin nga Lubonja, nga pjesa e Korçës Kolonjës, ishin 3-4 kishin udhëtuar bashkarisht, edhe ata mbetën shok aty në Australi përjetësisht, kështu, ishim shumë të afërt, u ritëm me familjet e tyre, edhe shumë historira, tregime tjera, disa prej tyre ishin të përsekutuar në burgje, kështu, më në fund të aratisën, krijuan jetën e re në Australi. Ania kur shkonte në Australi, njerëz brite në Fremantle, është në perëndimin australian, një port, aty, dojnë shqiptarët e parë që erdhen meshkuj në vitet 1924, 5, 6, dojnë tamam 100 vjetë prej tani. Ata zbritën aty te porti i parë, ishte kjo Fremantle, Western Australia, perëndimi i Australisë, edhe aty muan në përferma, në ndërtimtari, në punë, natyrisht s'dinin gjuhë, në punë fizike, kuptohet. Kishin edhe aty firma perimet e këto sene. Atëherën kur erdhi, ishte ajo depresioni botror, global, po, i madh, edhe në Australi, që pati shumë ndikim, edhe këta që ishin të posaardhur, themi këta nga viset Korçës, Kolonjës, që erdhen para 100 vjet, ata pak gjuhë që kishin mësuar, ata ishin të parit që humbën punë, s'kishin as punë, se ishte depresion. Ata pse u detyruan, një pjesë e tyre kaluan nga perëndimi, Perth, Fremantle, kaluan në jug lindje, ku është Melbourne, ku jemi ne tani. Aty gjetën vende punë në Melbourne, këta domen para 100 vjet, edhe gjetën një si qytez ku kishte firma të frutave, moll, pjeshdardh, siç kemi. Edhe
shkuan një pjesë që gati 95% ishin të Korçës këta. Kishte disa pjesë tjera, jo Vlora, jo Elbasani, jo kështu, por ata ishin 95% të Korçës. Ata pse u stabilizuan aty. Në vit, kjo ishte vitin 25, 6, 7, 8. Në vitin 28-29, në veri të Australisë, nëse ke parasysh hartën, prej jugut, aty prej Melbourne, deri në veri, ke 4500 km, sikur të shkojmë prej këtu në Finland. Me aeroplan është 5 orë udhëtim, 4 orë udhëtim. Edhe aty Australia e krijoi industrinë e duanit. Edhe baba im, kur erdhi mbas në vitin 59, kështu, atëherë shumë shqiptar, këta të Korçës, kryesisht kolonjës, kishin emigruar, kishin shkuar atje, pse e dingin edhe duanin këtu, në Shqipëri, ose qoftë këta që ishin të Prespës edhe të Manastirit. Domen, kur erdhi babaj, duke pyetur, i thanë, është kjo qyteti ku mbille duani, ajo është në fare në veri, unë aty u linda, ajo quhet qyteza Mariba. Domen, tre vendit më të hershme të emigrimit, para 100 vjet, ishte kjo Fremantle në Australinë Perëndimore, Shepparton në Victory, ku ishin këto frutat, fermat frut, mollës, dardhës, pjeshkës, edhe nga 28-29 Mariba, që ishte industria e duanit, firmat e duanit. Te shtëpia jon, prindrit kishin një vendim që vetëm mund të flisim shqip, derisa ishin brenda shtëpisë. Ja shtëpisë, atëherë anglisht. Dhe derisa unë u bëra për të shkuar në shkollë, 5 vjeçar, 6 vjeçar, aty e filloj në Australi, atë shkollën fillore, më thoshin, mami, kështu që unë vetëm shqip di nga, pse dohen isha në atë ambient, vizitat me ata njerëzit që i kishim, ata ishin gjithë shqiptar, të di këta të Korçës, e kështu, që unë u rrita në atë ambient vetëm shqip flisnja. Një shqipe sigurisht, jo aq kështu, të di të dobet, si fëmijë. Kur hyra në shkollë, unë kisha sfida, pse mësuesit i thoshin, por ky djali s'po na merr vesh, di nga fare pak anglisht. Por e mëson, si fëmijë, brenda, besoj mami më thoshte, babi, brenda 6 muajsh, e mësova edhe anglishten. Që atëherën kur u rrita, ishte sfida, kuptohet që tje, si fëmijë tërkone e kalon në shkollë. Edhe kur kthesha në shtëpi, ajo instinkti ishte me vllan, me motrën, bisedojnë anglisht. Kur na dëgjojnë prindrit, jo, që gjithmonë ishte ajo një si tension aty, por në shtëpi, edhe në kur bëjnë vizitat familjare, më së shumti shqip, por kur ishim me moshatarët tonë, flisim anglisht. Vazhdon tradita në familjen tënde të folurit shqip? Po, është edhe me sfida edhe më të mëdha, por kam 2 djem, ata flasin, niprat, kam ca nipra mbesa, ata janë më të vegjël, kanë filluar, por është edhe më e rënd, ti e di, ajo situata, por përpiqemi në Australi kemi shkollat shqipe, ku fëmijët mund të shkojnë çdo të shtunë, janë hapur paralelet, kemi arsimtar, i marrim librat abetare nga Shqipëria, nga Kosova, na dërgojnë, është të njëjtat, është ajo e unifikuar, edhe që mundet edhe djemtë e mi shkonjin në këto, kur ishin, të them të drejtën, jo që mësonjin kush e di sa, por ajo ishte më shumë, ishte mirë pse shoqëroheshin me djema vajza të rinj, të di kur ishin në moshë të re, por kuptoj, edhe Australia jemi vendi më i largët nga Memedheu ose Adheu, edhe s'është që jenë në Franca, në Italia, Greqia merr aeroplan edhe 1 orë je këtu,
ose në Presp, ose në Struga, kudo që t'jetë. Në Australi është, nëse e përmendëm, është gati 30 orë, prej kohës që nisesh derisa mbrin këtu, është rrugë e gjatë që ne si komunitet atje, një nga prioritetet është çështja e arsimit, por edhe një tjetër është ne përpiqemi që njerëzit t'i inkurajojmë që të vizitojnë sa më shpesh vendlindjen e tyre. Shqipëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni, Preshev, kudo që janë shqiptarë dhe gjitha trevat. Pse unë e di me djemtë e mi, kur ne vinim çdo 2-3 vjet përpiqeshim që të vinim aty, qoftë në Presp, qoftë në Kolonjë kështu, dhe kuptoheshte që atë kohë që qëndronin këtu gjatë verës me kushrinët e vet, që fillimisht në atë kohë e kam fjalën para 20 vitesh, edhe ata kushrinët e vet nuk dinin shumë anglisht, që ishin detyruar fëmijët tim që të flisin shqip, ose me xhaxha, ose me hall, ose kështu, që ata mësonin shumë në atë kohë. Edhe për atë, thjedi ne, edhe si familjar, edhe si komunitet, i inkurajojmë më të rinë, themi mundësisht, e dim që është rrugë e gjatë dhe ka shpenzime të mëdha, por s'paku 2, 3, 4 vitesh, çdo 2, 3, 4 vitesh, do ishte një ndihmë shumë e madhe për fëmijët ose niprat ose mbesat e tyre. Momenti aktual është në Australi jetojnë rreth 30.000 shqiptarë. Aty diku nga 2/3 deri 70% janë në Melbourne edhe Shepparton, që është vendi i parë ku emigruan, edhe do një 30% tjerët janë në këto qytetet ndryshëm, edhe në ato vendet më të hershëm. Komuniteti janë të organizuar në për shoqata, do men ku jam unë, si kryetar i kësaj komunitetit, aty ke pjesë e saj shoqata e gruas, shoqata e pensionistëve, shoqata e të rinjve, radio, kemi radio programe në gjuhën shqipe, shkollat shqipe, klubet sportive, futboll e këto tjera, shoqata artistike, kulturore, arti për vallëzim, për kërcim, për kështu, që ato ekzistojnë për 28 nëntorin, ditë e flamurit, pavarësia e Kosovës, ditë e grave, ja tani po bëjnë një shoqata e grave, bëjnë çdo vit 2-3 kështu, që aty kanë pjesëmarrës 600-700 gra në atë mbrëmje si galla. Po, kam qenë njerë, kështu, një vend jo i lehtë për të shkuar në ato pjesë. Kemi planifikuar po vim gjatë verës me gjithë familjen, me djem me një prambesa, edhe kam planifikuar që ata tjerit nuk kanë qenë, që dua ti shpihet të gjithë ata në ato fshatra, Luarase dhe në Roshani, sa për ata ta kuptojnë ku janë, për ku kanë ardhur paraardhësit e tyre, që shpresoj do t'i interesojnë. Një ndër të parit që e formoi shoqërinë e parë që kemi të regjistruar në Australi, shoqërinë shqiptare, ishte një burr me emrin Zini Buzo, lindur në Berat, një familje e njohur, ka shkuar këtu, i lindur nga 1910, më duket, ka shkuar këtu në shkollë, ishte një si shkollë amerikane, teknike, u bë inxhinier, ka shkuar në Istanbul, që në shkollë Metej, aty, kur u largua nga Shqipëria i ri, punonte si inxhinier civil për Kombet e Bashkuara, ajo organizatë që ishte, shkonte në për shtetet të ndryshe, ndërtojnin ura,
të di gjërat të prishura prej luftës e kështu. Shkoi pastaj në Harvard, e mori doktoraturën, atëherën shkoi në Australi me punë edhe mbeti aty. Kjo ishte në vitin 37, 38. Ky në Australi arriti gradën më të lartë, do më ishte i njohur si inxhinier më i aftë në atë fushën e vet, u dekorua me shumë merita nga qeveria australiane, kryeministrat, kështu, që au kishte 2 djem, Adriani, një diplomat i shquar australian, edhe djali tjetër Aleksandri, ishte shkrimtar më i njohuri në Australi. Mbesa e tij para një viti bëri publicitet shumë të madh këtu, Eva, notoi nga Vlora deri në Itali. Kjo është mbesa e këtij. Do të një familje të jashtëzakonshme kështu. Momentalisht mund të them kemi shqiptar që janë gjykatës në gjyqin suprem. Është një Rauf Sulio. Ky është historia që thash babim që erdhi me babin e tij nga Lubonja, ishte i përndjekur politikisht. Raufi është gjykatës, një nga gjykatësit më të mëdhenj në Australi. Kemi avokat plot, mjek, kirurg, kemi një profesor. Inxhinier si ju? Po. Se duhet ja nisë edhe nga vetja për suksesin që ke arritur në. Kemi shumë. Është një profesor Avnisali, i lindur në Australi, familje ti një familjet më të hershme të Australisë, nga Korqa, 26-ën erdhën në Australi, au bë dekan i mjekësisë në Universitetin Kryesor të Australisë, kirurg i njohur me emër, që kemi biznismena, afarist shumë të suksesshëm, që një integrim kemi shqiptar në për 4 komunat të Australisë që janë kryetar komunash. Që është një integrim kështu në politik janë këto që janë kryetar komunash, kemi patur disa tentime për të hyrë si deputet në për vendet të ndryshëm, që nuk kanë rezultuar, por besoj janë një brez tani që do të fillojnë prapë, të shpresoj që të hynë në për parlamentin australian, edhe ato të nivelit qytetor. Prandaj, është me vërtet një arritje dhe shqiptarët në Australi kanë patur një emër jashtëzakonisht mirë. Ata të parit punojnë 24 orë, pa ndërprerje, krijuan një reputacion të shkëlqyeshëm kështu, edhe ashtu ka mbetur. Fillimisht deri vonë nuk ka patur përfaqësi Shqipëria në Australi, para ndonjë 6 vjet u emërua i ngarkuari me punë si ambasador. Kanë një godin të përbashkët në Kambra, qeveria Kosovës e hapi atë ambasadën, edhe mbas 5 vjet mbas asaj, qeveria Shqipërisë e dërgoi këtë ngarkuari me punë, ambasadorin, edhe kanë një godin të përbashkët, që ajo është herë e parë që kemi patur themi një shtëpi ku mund të thuash të drejtohesh, hajde. Megjithëse është në Canberra, pse Canberra është kryeqyteti. Në Canberra nuk ka shqiptar, pse është kryeqytet vetëm si diplomatik, administrat. Aty mund të ketë 50 familje shqiptar, fare pak. Por s'paku na krijoi një adresë kështu, që ajo është për herë të parë, kurse merr mend 100 vjet emigrim, edhe për ato 95 vitet para, Shqipëria nuk ishte asnjë përfaqësi, që kishte ndonjë nevojë, ndonjë kështu, ishte shumë vështirë, që ajo e ka përmirësuar pak këtë situatë. Personi që është i ngarkuari me punë tani,
Adrian Mara, me vërtet prezenca e tij është shumë e rëndësishëm, vjen rregullisht në komunitetin tonë në Melbourne, edhe në vende tjera, në Shepperton, edhe ofron, me mundësit që ka ambasada, atë ndihmën që mund ta jap. Ne jemi përqendruar, kërkesa jon nga shteti është më shumë për në çështjen e arsimit, që të na pajis me libra, materiale, abetare, kështu, edhe ka filluar nëpërmes këtë këshillit koordinues të diasporës, që janë pjesëtar, spaku ajo ka krijuar ato, pse siç thash, para 5 vitesh nuk kishim ambasadë, gjithmonë kemi patur shkolla shqipe, por nuk ku të drejtoheshim ne nga Australia, se që hajde jam në Itali, do të vinë në Tiranë, aty do shkoj te Ministri i Arsimit, hajde më jepni, nuk ishte aq lehtë ta bëj atë. Domethënë që këto e kanë lehtësuar tani. Prezenca ambasadës, kjo këshilli koordinues, kemi ku të ankohemi, ku të bëjmë kërkesa, edhe, por ajo është çështja kryesore, arsimi, kultura. Tani janë disa hapa tjera, një problem i veçantë në Australi, ke shumë të ardhur, që thua mbas vitit 90, edhe shumë prej, jo shumë, por një numër i madh prej tyre, hajde themi kanë ardhur 10.000 veta në këto vitet fundit, ata mundet ende se kanë fituar nënshtetësinë, kanë vizë, por se kanë fituar nënshtetësinë australiane, nuk kanë pasaportë australiane. Pasaporta shqiptare i ka kaluar afati. Tani duan të udhtojnë për një arsye familjar, personale, kështu, biznes. Ambasada jonë në Australi nuk i ka ato pajisjet që duan, janë specifike, biometrike, kështu, që për këto 3-4 vjet, që kur themelua ambasada, që po e kërkojmë, pse që t'jesh ti një familje në Australi me 2-3 fëmijë, t'jesh i detyruar që të bësh një vizit në Shqipëri, vetëm që të pajisesh me pasaport të re, në shpenzimi mund të shkojë deri $20,000 me udhëtime, me avion, me kështu, që është një problem shumë i madh. Por në takimet fundit që kam pas këtë javë, me antarë të Ministrisë të Punëve të Jashtëm edhe kështu të brendshëm, besoj që do në rregullohet kështu, që ajo, këto janë gjëra, po t'i përmend që janë konkrete. Nuk mund t'i plotësojnë gjitha kërkesat tonë, sigurisht për shkak të buxhetit, kështu, por aty ku kemi nevojat më të rëndësishëm, po përpiqemi, spaku i kemi këto kanalet, edhe këtu te Samiti, kemi patur mundësi si Këshilli i Diasporës, takime me Ministrin e Punëve të Jashtëm, me Presidentin, me kështu, edhe kur vjen radha tek unë, thuan cilat janë sfidat, cilat janë, edhe unë i përmend ato, që shpresoj që do të mund të adresohen, mund të zgjedhim ato, kuptohet jo me njerë, shumë, por unë këtë, i thash edhe ministrit, e di që Australia shumë e largët, por unë mendoj që duhet t'i vihet një vëmendje edhe më të tepërt, pse jemi aq larg, kurse me Itali, Greqi, me qindra mijë nuk mund të krahasohemi, por janë këtu afër, janë gjithmonë në vëmendje, edhe nuk duhet lihet në hares shqiptarët e Australisë, që janë një nga komunitetet më të hershme. Do të thosha, pa i ditur gjitha ato që thua, ato tjedi kritikat që bëjnë, kritikat gjithmonë kanë vend, nëse janë kritika konstruktive, nga perspektive Australisë, është shumë e vlefshëm, pse nuk kemi
një mundësi tjetër ku në një vend, në një kohë të shkurtër, vim e bëjmë atë rrugtim të gjatë, një sakrificë, edhe kemi mundësi që të takohemi me ata bërgjimtarët tjerë në për gjitha shtetet e botës, me vendasit Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Malizi, kështu, të dëgjojmë të jemi pjesë e atyre paneleve që trajtojnë, sot isha në një të arbreshve, që për ne në Australi, nuk kemi një orit fort, nuk kemi afer, që për ne si në Australi ajo është jashtëzakonisht interesante, pjesë e kulturës. Dje isha të një paneli shëndetësisë. Ajo përqendroi në problemet të shëndetësisë këtu. Ishte qësuti, kështu që ato ishin shumë interesant për ne, që në Australi nuk dim për këto. Unë do thosha, si për ne, si për në Australi, nuk kemi mundësi që të vim 5 herë në vit, 7 herë në vit, me vërtet është një gjë e përshtatshëm që të vjesh kështu kritikat që bëhen, sigurisht kanë vend për ata që i bëjnë, që janë në pozitat të ndryshme, në shtetet të ndryshme, kështu. Për në Australi, kjo faktikisht për ne është në dobin tonë, pse është një rast i shkëlqyeshëm që ku mund të krijojmë kontakte, bisedojmë problemet që i kemi së bashku, problemi arsimit, kam takuar disa edhe që jemi antar të kësaj këshillit, edhe kemi disa iniciativa, ata si do të na ndihmojnë ne në Australi, me qenë se jemi aq larg, për çështjen e arsimit, për çështjen e standardeve. Tani, nuk do thosha që ishte e pamundur pa këtë summit, por summiti për ne në Australi e lehtëson atë. Nuk është edhe lehtë ndonjëherë komunikimi. Kur je sy për sy, është më ndryshe, trajton temat që i ke të përbashkëta, problemet, i komunikon pak me qartësi. Për ne, unë do thosha është me rëndësi, mundet që për shtetet tjera, për komunitetet tjera, që kanë kritikat kështu, sigurisht janë se cila shtet, se cila komuniteti ka specifikat. Po, edhe kjo është herë e parë që marr pjesë, që nuk e di se çka ndodhur në të kaluarën, në summitet të mëparshëm. Për mua, si për herën e parë, unë e vlerësoj si të rëndësishëm, veçanërisht për kërkesat tona dhe për nevojat tona. Natyrisht do shikojmë edhe për rezultatet që do të vinë më pas me këto kërkesat që i kemi tani si prioritar, por mua më ka lënë një përshtypje pozitive. Kështu, megjithse gjithmonë dihet që duhet përmirësohen gjërat, mund të bëhen më mirë. Kështu, por si për herën e parë që marrim pjesë nga Australia, me vërtet kemi përjetuar në mënyrë pozitive, do të kthehemi me kujtime edhe me fjalime, me takimet shumë pozitive. Dhe me premtime. Që do t'i monitorojnë, që të realizohen kështu në mënyrë sa më të shpejt, që t'i plotësojnë edhe kërkesat që i kemi, si komunitet më i largët, përmenda mos e përsëris që besoj që shteti jam duhet i kushtoj edhe më shumë vëmendje Australisë për shkak që jemi aq larg prej atë të tyre.